Me një interviste kom po që kur të ka pyet një gazetare për planet e tua të ardhme nuk I disht me I zbulu, sepse gjithçka ke thonë që duhet atë për aty. Po unë po të them, çka është diçka që ende nuk e ke bë e që kishe pas qef me ba për një periudhë. Kisha pas qef me provu me muzikë, kisha pas qef një herë me shku në studio, se unë po them nuk e kam zonin të keq. A ke provu ndonjëherë? Jo, kur se më konë në studio, po du një herë, veç me provu me shku në studio edhe me voni kong. Jo me publiku, veç sa me ngu për vetë edhe me vetë do njerës ose do artiste që shpo do kën juve, që të kajse kosh qef me provu. Atëra e kishe pranu me ta bo një ftesë publike në anonima si produksion që I ardhë me bo, po një me provu. Po. A e kishe po për shembull një duet me shoqen tonë në ngushtë Dorotën? Po, edhe me ata kena fol shumë. Ajo e pranon? Po, ajo më supporton, më ban push, thot hajde në studio. Po ta këshyrin njerë. Ma, ende nuk e ke provu, edhe që kaftu Dorota s'ke pas kohë. S'kam pas kohë, se kisha shku, po s'kam pas kohë ta këshyrin. Amo është një plan që e kam. Mas e përmena Dorotën, apo na flet veç pak për raportin, si që kemi Dorota dorë, kur çfarë raporti keni? Të në Vjen është një event e kena gjithë shqiptarët, edhe është shumë mirë shkon, të me thonë këtë artistët vinë aty edhe e ban eventa, edhe jam me pronarin Shuk, edhe kena nejtë backstage me dhuratën, shtojnë e shoshnu, ajo më ka njoft ma herë për në TikTok, edhe më ka pa, edhe kena po TikTok-a, o zot njëri ma ëmbël, qëtë estratë s'kam pa, edhe më thonë ajo, e kam për zemre, shumë dhuratën. Ende mbo një raportin e shëndosh? Po, jena pa frek para 1-2 muaj të shtu. Edhe kena fol. A Kosova arrite me po? Jo, hiq. Jo, ama We Love Albania posh, edhe folëm. Pak? Si është një ditë e zakonshme në jetën tonë? Qosh me një mëngjes, çka bën Almira? Për shembull, se nuk besoj që live 24 orë jetë TikTok për mi t'rëgu ndjelëse. Jo. Kjo ke ajo që t'pyta çka është diçka që nuk ja u tregon për shembull ndjelëse. Qysh është një 24 orësh I Almirës, njëtën e përditshme? Nëse s'ki po flasim, nëse s'ki me kriju content, video, çka bën? Okej, nëse nuk jam punë, për morim shembull një çuna ose një dille, po çuna I loj si sene, tani varet nëse janë prind në shtëpi, shkoj rri me prind, me motën teme gjithë janë bashk, I kena dhomand offer, po si Netflix, që aty